Kosovën për vitin 2025 i Komisionit Evropian ka vënë në pas se sektori financiar i vendit ka ruajtur qëndrueshmëri të lartë, rritje të kapitalizimit dhe avancim të dukshëm në përafrimin me standardet e Bashkimit Evropian. Sipas këtij raporti, sektori bankar i Kosovës vazhdoi të zgjerohet me ritme të qëndrueshme, duke ruajtur nivelet e mjaftueshme të kapitalit dhe likuiditetit. Rritja e kapitalit rregullator të bankave nënvizohet dukshëm mbi minimumin e kërkuar, ndërsa raporti i kredive jo performuese mbeti në nivel të ulët. Ndërkohë, raporti vlerëson edhe miratimin e rregullorës për shtesat makroprudenciale të kapitalit dhe të planit për zbatimin e procesit të rishikimit dhe vlerësimit mbikëqyrës në përputhje me udhëzimet e Autoritetit Bankar Evropian. Në fushën e pagesave potencohet avancimi i bërë me miratimin e ligjit për shërbimet e pagesave, ndërkohë që theksohet edhe rritja e pagesave elektronike, si dhe zgjerimi i mbulimit të shërbimeve financiare në komunat në veri të Kosovës. Komisioni Evropian ka vlerësuar rolin aktiv të Bankës Qendrore të Kosovës në luftën kundër falsifikimit të euros, duke theksuar masat konkrete të ndërmarra për forcimin e mekanizmave të parandalimit dhe zbulimit të monedhave të falsifikuara, si dhe avancimet në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit përmes miratimit të ligjeve të reja. Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën vlerëson edhe progresin e doganës së Kosovës në fusha të rëndësishme, përfshirë zgjerimin e numrit të terminaleve publike doganore, uljen dhe heqjen e tarifave në terminale private, rritjen e të hyrave krahasuar me vitin paraprak, si rezultat i luftimit efikas të ekonomisë jo formale, luftën kundër mashtrimeve doganore, forcimin e bashkëpunimit institucional dhe ndërkombëtar, si dhe zbatimin e masave për mbrojtjen e pronësisë intelektuale. Fushat kryesore të përparimit të evidentuara në raport janë rritja e ndjeshme të hyrave doganore me mbi 170 milion euro të hyra shtesë gjatë vitit 2024, si rezultat i luftës efektive kundër mashtrimeve doganore dhe forcimit të integritetit institucional. Komisioni Evropian ka vlerësuar pozitivisht edhe administratën tatimore të Kosovës, duke theksuar rritjen e të hyrave, luftën kundër evazionit fiskal dhe avancimin në digitalizimin e shërbimeve. Në kapitullin 16, raporti evidenton progres të konsiderueshëm në disa fusha kyçe të politikave tatimore dhe të bashkëpunimit administrativ. Kosova është vlerësuar në nivel të qëndrueshëm përgatitjeje me përparime të dukshme në kontrollet e bazuara në rrezik, formalizimin e ekonomisë dhe përmirësimin e përmbushjes tatimore. Të arriturat kryesore faktohen në mbi 977 milion euro të hyra të ATK-s, një rritje prej 11.6 të krahasuar me vitin e kaluar, 179 milion euro borxh tatimor u mlodh gjatë periudhës raportuese plus 8% krahasuar me vitin e kaluar, avancimi i rregullave në transferimin e çmimeve si dhe zgjerimi i bashkëpunimit me institucionet e zbatimit të ligjit në luftën kundër evazionit dhe pastrimit të parave.